Kuku, hajre do. Teori me pozita e re. Faleminderit shumë. Ju bonit me harru tash që të lashët e partisë, tash pozita e nënkryetarit. Skema kriminale, manipulime, shitblerje të votave. Shumë kandidatëve për deputet ju ka shku hoq mundi që e kanë bo për 1 muaj fushat. E kom fjallën për ata që nuk e zurën ulsën në kuvend. Shumë prej tyre janë datë zhgënyer, disa falenderuese, disa të tjerë edhe kanë akuzuar për vjedhje. E tash, këta që po akuzojnë për vjedhje, si duket po ju mbyllet goja me pozita. WhatsAppi e aplikacionet tjera po e dini që përdoren për komunikim, grupe pune e të tjera. Po GED duhet me bu një farë peticioni me kërku që kjo aplikacion me umbyll, së shtë u bo moll shiri edhe për partit politike në vend. Kuku, hajre doft. Thot njëri me qullug me partit rivale, po më u vjedh me zvetje brenda partisë, si me thonë me vjedh mrena shtëpisë, mos vet. Gëtit ju kallëzoj se çka ka të re ka Lidhja Demokratike e Kosovës. Reporteri ka siguru një mesazh të Shkëm Manaj që ka dërguar në grupin e komunikimit të partisë në WhatsApp pak ditë pas zgjedhjeve, më saktësisht me datën 3 mars. Skema kriminale, manipulime, shitblerje të votave. Faktet janë të qarta, edhe fëmijët po e vrejnë. Kjo është një nga fjali që Manaj ka shkruar në këtë letër. Bile, ai thotë se për këto shqetësime e ka njoftuar edhe kryetarin Lumir Abdigjiku. Bile, zoti Manaj kish pas dëshirë me i publiku me emër e mbi emër këta hajnat e partisë, po e kalon krejt për shkak se vetë LDK-ja ka qenë duke ndërmarrë veprime ndaj këtyre problematikave. E tash, që kjo letër me akuzat të hajnis ka shkuar edhe në duart e prokurorisë themelore në Prishtinë. Hajre doft. Kërkush nuk diti kur gjoh publikisht deri sot, a partisë mrena flaka ishte ujhi. Manaj nuk më rini me u bo deputet, po më rini me siguru karrigën e nënkryetarit të kryeqytetit. E si duket, kjo pozitja ka mbyll gojen edhe i bani me i harru të lashit e vjedhjeve e skemave kriminale. Hajde më të thirrim telefon edhe ja bëjmë përhajr pozitën edhe të këshyrim se çka më na thot. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Apo flas me zotin Shkëm Manaj? Po. Zoti Manaj, si je, a je mirë, jom Leonora, gazetarin e Reporteri. Si je? Mirë, faleminderit. Mas pari uri me pozita e re. Faleminderit shumë. Na e kemi siguru një shkrim që e keni dërgu jo në grupin e partisë, në WhatsApp. Edhe ju keni pas akuza aty, domethënë për kolegët e juaj se ka pas vjedhje, manipulime me vota. Kemi pas rastin e mama kryesisë qendrore të DDT, konkret, për çështjen në post, po të thotë që pra temat e kemi trajtu banda kryesisë qendrore të Demokratikës së Kosovës. E për kanë keni pas fjalën ju për këta anëtarë të kryesisë qendrore? Ne kemi biseduar mana kryesisë, është temë e kryesisë qendrore të DDT-s, është temë e institucioneve që do të bëjnë këtë çështje. A dini që i ka shku kjo letër prokurorisë? Po. A ju ka ftu juve prokuroria për intervistim? Jo, endosma. Aha, a ju bonit me harru tash që të lashët e partisë, tash pozita e nënkryetarit? To çështje do ndalojnë me pozitën e nënkryetarit, janë çështje që nuk do të aftuar në institucione. Aha. A keni pas përkrajnë e anëtarëve tjerë kryesisë për çat mesazh? Kanë qenë reagime edhe brenda kryesisë, po kanë qenë reagime edhe publike edhe anëtarëve tjerë kryesisë që do të kësaj çështje. Në rregull. Faleminderit shumë.